por natyrisht edhe institucionet shtetërore, institucionet legislatuese duke filluar nga prokuroria e posaçme. Së pari, prokuroria e cila ka qenë prokuroria pranë gjykatës së shkallës parë Kurbin, dhe tashmë e merr prokuroria pranë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, pra gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, e cila është kompetente për sa i përket kërkesës që ka bërë familja Martini lidhur me zhdukjen apo humbjen e tij. Pra jemi me një kërkesë civile në mënyrë që të shpallet i zhdukur zoti Martini apo Elvis Martinaj, dhe nga ana tjetër prokuroria e posaçme po heton lidhur me shumë apo disa akuza për cilat akuzohet ky person. Natyrisht që për shkak të aktivitetit të tij, pra kemi të bëjmë me një sipërmarrës i cili ka qenë sipërmarrësi më i fuqishëm për sa i përket baseve sportive. Ai njihet si një njeri i cili e ka filluar apo e ka ngritur biznesin e tij fillimisht me punë të ndeshme, që do të thotë ka qenë i punësuar pranë kompanisë më të madhe të asaj kohe, pra e cila merrej me base sportive, dhe pastaj pas një periudhe pune relativisht 4 apo 5 vjeçare në këtë kompani, pra duke u rritur, duke u bërë menaxher i madh i kësaj kompanie, aty arriti të kuptojë se si funksiononte kjo punë, se si realizonte marrëdhëniet, pra marrëdhëniet me bashkëpunëtorët, marrëdhëniet me agjentët e tij, marrëdhënie se si duhet i mbante edhe me shtetin, pra kuptoi shumë nga puna që bëri në këtë kompani, dhe u vendosi që të krijonte biznesin e tij. Do të kuptojmë që zoti Martini apo Martinaj vjen nga një familje e cila ishte marrë me sipërmarrje. Pra prindërit e tij apo familja e tij ishte marrë me tregti, pra duke marrë në fushën e këmbimit valutor, babai i vet, në fushën e restoranteve, në fushën e tregtisë, pra kemi të bëjmë me një shtetas i cili nuk vinte nga askushi, madje ai ka studiuar për një periudhë gati 3 vjeçare në Itali, pra ka qenë në Itali student për financë, dhe pas një periudhe 3 vjeçare në shtetin italian ai u kthye në Shqipëri, pra nuk e përfundoi dot shkollën. Aty në Itali mendohet që të ketë punuar, pra krahas studimeve universitare, si shumë studentë të tjerë të cilët kanë studiuar në Itali, i është dashur që të punonte në mënyrë që të siguronte të ardhurat e tij financiare lidhur me mbarvajtjen në shkollë. Pra, ai e kuptoi shumë shpejt, sepse në Itali ne dimë kemi të afërm apo shokë të cilët kanë shkuar dhe shkollën nga 3 vite që mund të jetë e kanë bërë 6 vite, 7 vite, por ka edhe 10 vjet. Pra, them për nivelin bachelor, që është 3 vjeçar, ndërkohë që shtetasi Elvis Martini e ka përfunduar, nuk e përfundoi dot, por e pa që kishte të pamundur për të përfunduar studimet universitare në Republikën e Italisë dhe u rikthye, pra u kthye në Shqipëri, duke filluar punë pra në kompaninë më të madhe të baseve këtu në vend. Do kemi parasysh faktin që në atë periudhë kjo kompani kishte një sukses shumë të madh, pra kemi një liberalizim dhe futjen e baseve sportive, pavarësisht se në aspektin shoqëror kjo përhapje kaq e madhe, kaq masive, ku në çdo pallat ne do kishim 3-4 lokale të cilat ishin përhapur këto base sportive, pra shoqëria jon kaloi në një krizë të madhe, si shoqërore, por edhe financiare dhe ekonomike, ku shtua numri e atyre të cilët vendosin base, shkatrim familjesh, pra nga aspekti shoqëror unë e shikoj si diçka shumë negative, megjithatë për sipërmarrësit, për ata të cilët organizonin këto lojë dhe fate, ishte diçka e lishme, sepse derisa ata ishin të licencuar dhe shteti i cili është personi juridik që kujdeset për
për të mirën publike, për të mirën e qytetarëve vetë, vendosi që ta liberalizonte këtë sipërmarrje apo këtë biznes në fushën e llotove. Në momentin që ka ngritur kompaninë e tij, ai ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm, sepse ka qenë kontaktet e tij, menaxhimi i tij, i cili vendosi pra një lloj bashkëpunimi, partneriteti, ku mundoi që agjentët e kompanisë së vet, pra ata të cilët përdornin emrin, sistemin e kompanisë Shtetasit Ervis Martini, nuk ishin në aspektin, pra nuk ishin në një marrëdhënie varësie, që do të thotë, jo shpesh, po të gjithë këta sipërmarrës, të cilët ishin korrekt për sa i përket pagesave, që do të thotë nëse vinte një lojtar luante në këtë pikë basesh që kishte emrin e kompanisë Ervis Martinit, natyrisht që do të shpërblej, pra që do të thotë nëse ai fitonte në këtë pikë basi, pagesa nuk vonoi. Ato nga agjentët të cilët ishin lidhur me këtë kompani. Por natyrisht, Shtetasi Ervis Martinaj ka pasur edhe një kërkesë shumë të madhe bashkëpunimi, që do të thotë përderisa ishte korrekt lidhur me pagesat të cilat nuk i vononte në kohë, mënyrën se si i ngrinte këto biznese, që do të thotë i arredonte shumicën prej tyre arredonte, ata të cilët arrinin që kishin shumë punë, pra kalonin një shifër të përcaktuar, pra kjo varet në varësi të situatës ku ndodhej kompania, pra vendosej një xhiro e cila mund të ishte një xhiro dysheme mujore, vendose që pagesën e qera sa paguante ai, detyrimet të cilat lidheshin me shtetin i paguante ai, dhe kishte shumë fitime një sipërmarrës i cili donte të bashkëpunonte me Ervis Martinaj, kishte shumë benefite sepse ai ishte korrekt, por nga ana tjetër ai kërkonte korrektësi nga këta bashkëpunëtorë, që do të thotë nëse vononin, sepse ndodhte shpesh që disa apo një numër i konsiderueshëm i tyre mund të futeshin dhe të luanin vetë loto apo biços dhe i humbisin parat, atëherë ai prap i jepte mundësinë që të ulej, të gjende një mënyrë bashkëpunimi për sa i përket shkryerjes së detyrime, po kur në momentin nuk shikonte që nuk realizoi pagesa në kohë sipas marrëveshjes që ata kishin, atëherë ai fillonte me masa të tjera, duke filluar me marrjen e pasurisë në mënyrë me forcë, që do të thotë shkryerjen e detyrimit, mund të kishte një pronë të luajshme apo të paluajshme, dhe metoda të tjera për cilat kjo rezultoi fatale për vetë këtë shtetas, që do të thotë bëri shumë armiq, duke qenë se shumica e problemeve të cilat vinin për shkak të këtij biznesi, i cili ishte sa formal, por edhe informal, sepse kemi të bëjmë me një kategori qytetarësh, të cilët janë me vesë, pra është një sëmundje, kumari është një sëmundje e njohur botërisht, për cilën këta qytetarë shtetas duhet që të trajtohen, pra të bëjnë terapi psikologjike, por edhe mjekësore, pra është e vërtetuar shkencërisht, duhej që të përdorte forcën dhe shpeshherë në momente kur nuk realizoi edhe me forcë marrja e detyrimit apo e pagesës, atëherë filloi edhe kryerja e krimeve të tjera, siç mund të ishte rrëmbimi i personit, marrja e personit me zor, me forcë, shtrëngimi për marrje pasurie dhe shumë veprime të tjera, por që nëse do të ishim në një le themi realitet ku shteti nuk do të ekzistonte, to do të quheshin marrëdhënie normale, sepse përderisa ai kërkonte detyrimet e veta, pagesat e veta, për të cilat kishte rënë dakord, për të cilat kryei ky shërbim, natyrisht ishte në të drejtën e Zotit dhe në drejtën e vet për t'i kërkuar. Por ne ndajemi kemi zgjedhur shtetin i cili të merret me qeverisjen e qytetarëve, që do të thotë ai kujdeset
lidhur me problemet që kanë qytetarë, lidhur me konfliktet që ata mund të kenë, kështu që është rruga ligjore apo rruga gjyqësore për cilën duhet që i ndjeri Elvis Martinaj duhet që t'i drejtojë gjykatës apo të kryente një sër procedurash të tjera ligjore, gjë që ne dim shumë mirë që se sa kohë do duhet një qytetar për të shkuar në gjykatë, për të filluar gjyqin, për të fituar gjyqin dhe pastaj për ta vendosur në ekzekutim, sepse duhet të sillim në vëmendje që kjo kategori qytetarësh të cilët luanin bixhoz apo luanin kumar janë kategoritë të cilët mundet që të tjetërsonin, jo mundet, por ata i shesin çdo gjë shtëpinë, sende të luajshme, sende të paluajshme, pra orendi, bizhu, ka arritur deri aty sa që kanë shitur çdo gjë, pra edhe për shkak të profesionit që unë kam parë njerëz që kanë qenë në majat e biznesit apo supermarketit dhe janë katandisur duke fjetur në urë, pra poshtë urës lanës, apo deri aty sa që i kanë dhënë dhe fundin jetës. Kështu që në këtë kuptim Elvis Martinaj ka qenë një sipërmarrës i përshtatur me një realitet, pra me realitetin e brisht shqiptar. Më vjen keq që duhet që ta themi këtë fakt, sepse shumë sipërmarrës cilët mundohen të respektojnë ligjin dhe kontratat, ata shpeshherë kanë dështuar, pra historiku e ka treguar që kanë dështuar dhe ata të cilët janë suksesshëm janë ata të cilët përdorin edhe kërbaçin për të realizuar sipërmarrjen e tij dhe Elvis Martinaj i kishte këto, pra ngriti një strukturë të tillë me bashkëpunëtorë të aftë, të cilët nuk i kishte në lidhje fisnore, pra kjo ishte karakteristika tjetër, që do të thotë ai vlerësonte çdo bashkëpunëtor pa e patur nga origjina e tij, pa e patur nga vendi i tij, pra mjafton që bashkëpunëtorët e tij të ishin të suksesshëm në punë dhe ai i vlerësonte si për sa i përket aspektit monetar, por ashtu edhe në kompaninë e tij duke i rritur në role drejtuese. Por duhet kuptojmë që ku mori emër zoti Martinaj, pra ka qenë një situatë shumë e vështirë për të kujtojmë vitin 2014, pra një operacion të fuqishëm, i cili quhet operacioni fundi i marrëzisë, ku bllokoi të gjitha lojrat e fatit. Pra qeveria shqiptare vendosi që të bllokonte të gjitha to lojra duke marrë një masë pezullimi pa fat dhe shtetas Elvis Martinaj kishte bler nga një shtetas tjetër një sërb, se duhet kuptojmë që ai në atë periudhë ka pasur shumë operatorë të tjerë, pra nuk ka qenë vetëm një operator, ka qenë 3-4 operator dhe një prej operatorëve shtetas Elvis Martinaj ja bleu me para kesh në dorë, ndërkohë që pas një muaj pasi ishte bërë ky transakcion apo kjo pagesë lidhur me këto kompani, ndodhi pra një vrasje e cila mori jetën një qytetari. Dhe shpeshherë ne kemi shpeshherë po emisionet që janë zhvilluar investigative nuk është zbuluar sot e kësaj dite se kush e ka bërë të krim, por gjitha këto emisione çojnë në konkluzionin që mundet amësohet që ka qenë shtetas Elvis Martinaj i cili ka realizuar të krim në mënyrë në një shenjë hakmarrje lidhur me humbjen e parave të tij. Qartë, avokat, për të ndalur tek fati i tij, është shumë mister, babai po përpiqet ta zbërthej fatin Elvis Martinajt për herë të fundit me informacionin që ne kemi është parë në zonën e Shijakut, në rrethinat e Shijakut, më pas u fol që janë gjetur gjurmë të tij, një armë, pak para se të ndodhte edhe zhdukja në një hotel pranë zonës së Rinasit. Çfarë dihet? Cili është fati i këtij personi? Akoma s'është zbërthyer. Atëherë, për shkak të kësaj dinamike shumë të rëndësishme, pra kemi të bëjmë me një person i cili thjesht kërkonte të drejtën e tij, ndaj atyre që nuk kishin korrekt në marrëdhëniet që krijonin me të, pra përderisa ai thoshte që unë kam këto kushte, nëse ju doni të bëni një biznes, të merrni këtë shumë hua, sepse filloi, duhet kuptojmë që përveç biznesit që kishte në fushën
e lojrave të fatit filloi që të zhvillonte edhe biznesin për sa i përket fajdeve, pra duke dhënë para me fajde. Kuptojmë që sipërmarrësit shqiptar kishin probleme shumë të mëdha me likuiditetin, kjo për shkak edhe të një lloj krize financiare që këtu filloi, pra kemi pas vitit 2013, ka qenë viti 2014, 2015, 2000, pra kanë qenë vite të vështira, sepse tashmë biznesi ka filluar edhe ka lulëzuar, që do të thotë u lejua prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike, pra besoj që të gjitha ato kanë qenë iniciativa me skem të qeverisë, pra çdo qeveri ka, edhe pse nuk është thënë publikisht apo në mënyrë ligjore, por besoj që ka qenë një lloj strategjie për t'i dhënë një frymarrje ekonomisë. Shqiptarët shumica e të rinjve shkuan jashtë, pra e eksportuan të prodhim dhe shitje që bënin këtu të lëndë narkotike, shkuan hapën të sipërmarrje, edhe pse është e palishme në Britaninë e Madhe, shumica prej tyre në Hollandë dhe në Belgjik, pra dhe kemi investime të cilat i kanë dhënë një frymarrje ekonomisë shqiptare, pra ka filluar edhe le të themi të gjeneroj të ardhra. Dhe në këtë kuptim, në këtë periudhë bizneseve i është dashur likuiditet. Bankat nuk jepnin likuiditet, sepse bankat kanë një procedurë strikte për mënyrën se si procedohet dhe se si do t'i jepet një kredi. Pra, shumica prej tyre nuk i plotësonin kushtet dhe kriteret, dhe natyrisht banka nuk riskon për të dhënë kredi. Ndërsa kur vjen puna e një fajdelxhiu, siç ishte shtetasi Ervis Martinaj, ai pra bindet dakord njërë verbalisht, pastaj shumë prej tyre i ka bërë edhe me shkrim, përveçse me gojë deklarata notariale, pra janë deklarata të lishme që ti jep të pagesë, pavarësisht se përqindja aty nuk shprehet. Fajdja është e ndaluar me litë, është e dënueshme, por shuma që aty përcaktoi nuk është ajo shumë reale, sepse përcaktoi borxhi duke futur edhe interesat, pra interesat që do të merrte për periudhën, pra nëse do të marrim një periudhë një vjeçare, jepje 10 milion lekë, ai kërkonte 15 milion lekë. Dhe borxhin e bënte që 15 milion lekë të vjetra e kërkonte pas një viti. Në momentin që kalonte afati, qoftë edhe një ditë, atëherë fillonin problemet e tjera. Pra kërcënimet, ai vendose gjob, fillonte edhe i kërkonte penalitete lidhur me vonesën dhe shumë procedura të tjera jo ligjore, gjë që bëri që të krijonte shumë armiq. Pra kjo ishte problematika e tij, sepse filloi në botën e tij, pra në botën e njerëzve të cilët ai operonte, filloi që të bëhej një njeri i urryer, pra ta të gjithë u bën bashkë, dhe ai nuk kishte mënyrë tjetër. Aleancat ai kishte thjesht aleanca për çështje interesi, që do të thotë ose i paguante financiarisht, ose kundrejt një shpërblimi tjetër të palishëm që mund të ishte vrasja e një personi apo kryerja e një veprimi tjetër të palishëm, ky ose do t'ja paguante në vlerë monetare, ose do t'ja paguante duke kryer një shërbim tjetër. Dhe këto dolën shumë qartë edhe nga komunikimet e Sky e Encrochat, ku aty u zbulua gjithë mekanizmi se si operonin këto organizata kriminale apo këta individ cilët ishin futur në botën e krimit. Pra shumë prej tyre bashkëpunonin me kundërshtarët e tjerë, pra luanin me shumë porta. Nëse do ta thjeshtojmë këtë bashkëpunim, dhe shumë prej tyre qëndronin pra korrekt për sa i përket qëndrueshmërisë së tij, dhe duke i humbur këto aleanca, humbi edhe bashkëpunëtorët e tij, besnikët e tij më të ngushtë. Pra kemi vrasjen e shumë bashkëpunëtorëve të tij, të cilët u eliminuar njëri pas tjetrit, dhe Ervis Martinaj ngeli i vetëm. Pra po shikojmë edhe filmimin e fundit, i cili është filmuar tek pranë qendrës tregtare e Ring, aty do të shikojmë që ai është i vetëm. Pra ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.